Burri gjeti një kablon në ishullin e braktisur dhe e tërhoqi për ta kontrolluar. Zbuloi se njëri skaj hynte në det, ndërsa tjetri zgjatej thellë në pyll. Për një çast hezitoi, por për të gjetur një mënyrë shpëtimi, vendosi ta ndiqte kablon. Së shpejti vuri re diçka të çuditshme. Në tokë kishte edhe një tel të hollë, qartazi një kurth i vendosur më parë. Në një ishull ku nuk dukej asnjë njeri, kjo ishte e pamundur. Për të shmangur rrezikun, Niku e kaloi me kujdes telin. Por sapo u ndal, dëgjoi një zhurmë të çuditshme nën këmbë. Nga shkuret doli një litar që u shtrëngua me forcë dhe e ngriti lart. Goditja e fortë gati e bëri të humbiste ndjenja. Ai hoqi me vështirësi degën që i kishte shpuar kofshën, por dhimbja ishte tepër e madhe dhe humbi ndjenja. Kur u zgjua, ishte errësirë. Ndjeu sikur dikush po e vështronte. Pa pritur, litari u pre dhe ai ra në tokë. Pa vetëm një figurë të paqartë, pastaj humbi sërish ndjenja. Kur u zgjua përsëri, Niku ishte i lidhur në një shtrat dhe dëgjoi zërin e një gruaje. I hutuar, ai shpjegoi se ishte i mbijetuar nga një aksident avioni dhe kishte ardhur për të kërkuar një sinjal që ishte dërguar prej 16 vitesh. Gruaja u qetësua dhe tregoi se ishte një studiuese, e bllokuar në ishull pas një stuhie. Edhe pse kishin dërguar sinjale për 16 vite, askush nuk ishte përgjigjur kurrë.